Mbram Togeri Shaqir Bityqi, zëdhënës i policisë rajonale në Prizren, bëri të njohur se më 18 mars 2026, rreth orës 19:12 minuta, policia ka pranuar informacion se në spitalin rajonal në Prizren është sjellur një person pa shenja jete, siç është konstatuar nga mjekët kujdestar. Sipas informacioneve fillestare, dyshohet se viktima është goditur nga një vetur në rrugën Wesley Clark në Prizren. Patrullat policore kanë dalur në spital ku është konfirmuar se personi pa jetë është I.O. mashkull rreth 34 vjeç. Bazuar në të dhënat fillestare, dyshohet se viktima është goditur nga një vetur me targa vendore e drejtuar nga D.D. mashkull rreth 24 vjeç. Njësitet policore dhe hetuesit e aksidenteve të trafikut kanë dalur në vendin e ngjarjes ku dhe është kryer këshyrja vendit. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kujdesar, ndërsa hetimet do të vazhdojnë në koordinim me organet kompetente sipas udhëzimeve të tij. Kurse tashmë nga familjarët mësohet se i ndjeri ishte Iliaser Sherif Osmanaj nga fshati Kobaj. Liri, me ju në çdo iftar.